normalisht është ndjenje mirë, e qëllimit mirë për me kontribu dhe me ndihmu shtetit tonë, Kosovës, me një ekip tjezakonshëm që ka aleanca, jo vetëm në kuvend, po në dhënësi, e cila si parti, po e them me bindjet plot, është duke u kthy, apo duke u bo, apo duke u identifiku sot si parti e vetme qytetarë në Kosovë, pra që i përfaqëson vërtet interesin qytetarë dhe jo interesin e vetës, duke di që betejat politike edhe mund t'jenë gjata, por ajo që është më rëndësi është që partitë politike e që aleanca definitivisht po e bën, ka betejë politike për popullin, për shtetin dhe jo për vete. Dhe ky është një dallim jashtëzakonisht i madh që po e vendosim bashk në sipërfaqe para qytetarëve të Kosovës, edhe me ofertën që e kemi bërë se si të kaluar kriza. Pikërisht të kjo ofertë kështu dalë. A keni marrë ndonjë përgjigje nga lëvizja vendosuese për këtë ofertën 6 pikëshe, po? Shene, oferta jonë, sepse dikush i thot ashtu, dikush kurzim, dikush ashtu, e unë po e them, ajne të e këptu. Na kemi bo ofertë, qysh me dalë prej blokadës. Edhe cila është oferta? Sens po dojmë për vete, asë sen, asë një element. Kur gjo nuk i vynë aleancës, kur gjo s'kine ju me dhonë aleancës, aleancës asë nuk dënë me marrë diçka për juve. Oferta është, hade i bojmë disa çështje, fakt, zotonë që kene me i bë, disa vendime jetike, strategjike për popullin e Kosovës. Një për tyne është heqne tatimin për tokën që punohet. Pra, toka që punohet së duhet më tatu.